Gjon Koldrekaj, regjizori shqiptar me origjinë nga Peja, në një bisedë me gazetarin ton Thomanika, ndan eksperiencat e rrugëtimit të tij artistik me kanalin italian Rai Uno, që nis në vitin 1975, kur për herë të parë shkeli në Itali për të ndjekur studimet në qendrën e kinematografisë në Rom. Në pjesën e parë të reportazhit, duke mos më nxënë gjumi, atëre delshën e sheshin e Skënderbeut, edhe mbrapa e kisha gjithmonë një policë që më ndjekte. Edhe prej një lule, po ndel një fëmijë, i kishte 12 vjeçara. Tha më fani, tha, bujt bisedoj me juve. Thash po, çka keni nevojë? Tha, ku do t'jeni nesër, pse kam dëshirë më thonë diçka për televizionin italian. Thash, që jeni këtu, do të dalim, do të regjistrojmë këtë pjesë. Në Menqes ishte djali, 12 vjeçar, erdhe aty, këtu jam, bukuri. Tha, po shkojmë këtu, e mora kamermanin dhe thash, çka ki nevojë më tregu? Tha, shiko, me qenë se unë kajere shoh televizionin Rajin, edhe kur e shoh që kur mungojnë ambelsinat, e merr pronari i shtëpisë, e merr helikopterin, shkon edhe e blen amersi edhe kthehet. Tha, unë kam qef më shku në Itali për një gjë. Për shka? Me pi një gotë Coca-Cola. Imagjinata e një triut për një vend që nuk e njihte. Koldrekaj kujton se në shërbim të përgatitjes e emisionit Linea Verde që do të transmetohej në Rai Uno, presidenti fundit komunist i vuri në dispozicion një helikopter. Kur ku marrë për të parën herë, me Rajin në 1989. 89 në dheshën, bona lutjen pranë ambasadës të Shqipërisë, edhe interesant, mrenda 3 ditëve merr leja që mundet të vini në Shqipëri. Në fillim i kisha disa dyshime, se ato realizime si kishte formatin via e verdhe, nuk u përshtatshke. Pse pak a shumë i shisha që personazhet që i kisha përpara, ishin personazhe jo bujqësor. Personazhe më thonë shkencëtar të bujqësisë. Në atë mënyrë i tha, shikoni, unë s'do të bëja, gjatë do të kthehem përsëri në Itali, pse nuk e kena mundësinë me realizu ato si është formati i Linea Verdes. E tha, atëre çka ki nevojë? Tha, shumë kam nevojë për një helikopter. Duhet ta pyeshim drejt për drejt kryetarin e shtetit. Komplimente për këtë emision e sa në tjera, çka keni nevojë? Tha, shiko, prezident, unë kam nevojë për një mjet që është helikopteri. Tha, po, tha, s'ka problem, tha. Sa ko ju nevojitet helikopteri? Thash, mjafton 1 orë, 2 orë. Si kisha mendim vetëm rreth Tiranës, mos idha aty. Thash, shiko gjën, tha, unë do të jepi helikopterin për ton ditën. Thash, fantastike, president. Edhe e morëm helikopterin. Profesioni i regjizorit së për 50 vite më radh ja ka kthyer në stil jetese udhëtimet e shpeshta regjizorit Koldrekaj. Sot atë e gjen duke udhëtuar në itinerare që shtrihen midis Prishtinës dhe Tiranës, midis Korfuzit të Romës dhe Kalabrisë, sigurisht në kërkim, në xhirim dhe në promovim të dokumentarit të radhës.